Përshëndetje të nderuar miq, kudo që jeni, sikurse që paralajmëruar sot në Shkup filloi protesta e studentëve shqiptar, të cilët kërkojnë implementimin apo zbatimin e ligjit për gjuhën shqipe dhe protesta e tyre lidhet me dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, e cila momentalisht nuk ju lejohet. Por kërkesa e tyre kryesore ishte që ligji i cili është miratuar të zbatohet, pra ata nuk kërkojnë diçka të re, nuk kërkojnë përpilim të ligjit të ri, por kërkojnë me një fjalë që ligji i cili është miratuar të zbatohet, të implementohet. Ajo që akoma nuk vërehet në balë të studentëve nuk ka asnjë politikan shqiptar, qoftë nga ata të cilët momentalisht janë në pozitë, janë në pushtet, ose nga ata të cilët nuk janë në pushtet, që momentalisht janë në opozit. Por unë hyra dhe kërkova diçka në rrjetet sociale dhe aty pash se në mars të vitit 2018, kur është miratuar ligji për gjuhën shqipe dhe me atë ligj, me amandamentin 5 të Kushtetutës së Maqedonisë, gjuha shqipe zyrtarizohet dhe ka një postim në rrjetet sociale ku kryetari i tanishëm i Çajirit, zotni Izet Mexhiti, atëherë kuadër i ngushtë i BDI-s, del dhe shqiptarëve në Maqedoni ja uron këtë arritje të madhe historike, politike, dhe Izet Mexhiti shkruan mes tjerave urime gjithëve për Shqipen që sot po bëhet zyrtare. Por tani a është zotni Izet Mexhiti përsëri ai njeri edhe sot, i cili ka qenë edhe atëherë? Unë vazhdoj që te Izet Mexhiti të kem një konsiderat pak më të madhe politike, sepse kam përshtypjen se është i vetmi politikan shqiptar që ndoshta ka peshë politike akoma, që nuk mendoj gjithsaq për të tjerët. Mirë po, përveç se një prononcimi që ai ka bë para një dite, ku deklarohet se kjo është një vetë dijesim, po e citoj, protesta e studentëve duhet të gjithë neve të na vetë dijesoj, sepse gjithë një protestat e studentëve janë një alarm më shumë që politika të ndryshoj. Deri këtu krejt në rregull, por unë pyes se pse duke qenë kuadër i BDI-s, e cila ishte 20 vite në pushtet dhe që i ka përcjell gjitha këto çështje politike për shqiptarët në Maqedoni, që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit pas 2001-shit ose në 2001-shin, pas atij konflikti, pas asaj lufte të shkurtër ku fatkeqësisht pati edhe viktima në njerëz ku burrat më të mirë shqiptar dhanë jetën e tyre, që nga të dyja anët pati viktima, por që duhet thonë se të gjitha të arriturat e më pastajshme, të cilët në kuadër të marrëveshjes së Ohrit u nënshkruan, që brenda kohës edhe të implementohen, e që akoma nuk po implementohen edhe 25 vite më vonë. Kështu që disa eksponent politik, të cilët tani janë në pushtet aktual, në bashkëqeverisje me partinë e cila i fitoi zgjedhjet nga bloku Maqedonase, që është VMRO-DPMNE, me në krye Kristian Mickovskin, i cili është edhe kryeministri i Maqedonisë. Këta eksponent shqiptar që janë aty nuk janë të ri, nuk janë figura të reja politike, përfshi edhe zotni Izet Mexhitin,
që momentalisht është kryetari i Çajirit, por që si kuadri i BDI-s ka qenë kryetar i Çajirit në 2 mandatet e kaluara, që nga viti 2005 deri në vitin 2013, nëse s'gaboj deri në vitin 2017, plus minus 20 me gjiti ka qenë gjithnjë brenda çështjeve politike të cilat janë udhëhequr nga eksponenti i quajtur BDI, që për 20 vite pati ndikim pushtetar në Maqedoni sa i përket palës shqiptare. Por që këto sende nuk janë implementuar dhe studentët nuk janë asgjë tjetër sot përveç se viktim e mos implementimit të pikave, të çështjeve, të kërkesave politike që shqiptarët i parashtruan në marrëveshjen e Ohrit dhe ranë dakord që të nënshkruajnë me prezencën e faktorit ndërkombëtar, përfshi edhe NATO-n, dhe që këto kërkesa do të duhet të implementoheshin tashmë. Por në një Maqedoni e cila tani e 2 vite udhëheqet nga ekstremi i gjathë politik Maqedonas dhe që është kryekput anti-shqiptare në gjitha politikat e saj, në qoftë se faktori shqiptar i cili merr pjesë tani në pushtet vazhdon që vetëm ta kënaq vetveten me konferenca për shtyp nga zyrat e tyre partijake, atëherë kjo i bie se këta ndikojnë që ta arsyetojnë dhe ta justifikojnë politikën e Maqedonisë, politikën e institucioneve shtetërore maqedonase momentalisht, të cilat janë të orientuara kryekput anti-shqiptare, kundër shqiptarëve. Maqedonasit, si duket, e kanë problem edhe pas 2001-shit, edhe pas marrëveshjes së Ohrit. Sot e kësaj dite e kanë problem dhe janë alergjik të ndëgjojnë gjuhë shqipe pranë tyre. Ti durojnë shqiptarët pranë tyre si popull autokton, i cili nuk është i ardhur aty, nuk është ardhacak, por është në trevat e tij autoktone. Nuk është importuar nga dikund dhe nuk do ta lëshoj vendin e tij. Prandaj maqedonasit duhet të pushojnë me politikat anti-shqiptare dhe shqiptarët t'i konsiderojnë fëmijë të tyre të parë, vëllezër të tyre për nga shteti, që ta ndajnë tortën e shtetit mu në mes. Mesi që takoj atine dhe mesi tjetër të takoj këtyre. Pra, Maqedoni nuk mund të ketë në qoftë se nuk ka ardhmëri, perspektivë për popullin shqiptar i cili jeton në trevat e tij në Maqedoni dhe që përbën mbi 30% të popullsisë së përgjithshme të Maqedonisë. Kjo duhet të kuptohet dhe për këtë duhet të insistojnë faktori politik shqiptar, qoftë në pozitë, qoftë në opozitë, sepse nuk është se opozita e cila është në opozitë, që ka qenë 20 vite aktive në politikën në Maqedoni, në politikë bërje, në pjesëmarrje në pushtet, por edhe këta që janë në opozitë, që sot quhen koalicioni Vlen, edhe të gjithë këta, me përjashtim ndoshta, të një përqindje të vogël, kanë qenë eksponent politik gjatë asaj kohë, ka qenë kuadër të BDI-s, në për poste të ndryshme institucionale. Nuk janë si kanë ardhur nga opozita direkt në pushtet, pa u përballur me pushtetet e dikushme Maqedonas. Kush kanë qenë ata? Janë 2 parti të bllokut Maqedonas që i fitojnë zgjedhjet njëra pas tjetrës. LSDM dhe VMRO DPMN. Dhe në këto bllok që Maqedonase gjithnjë kanë marrë pjesë shqiptarët si koalicion, partia e cila i ka fituar zgjedhjet tek bloku shqiptar. Prandaj, letë mos vazhdojmë me përplasje. Jo, po BDI nuk i ka implementuar, i ka heshtur, i ka anashkaluar. Jo, pazare politike, kapitale private, partijake, politike, keni bo ju të gjithë, që jeni figurat të njohura në politikën,
shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut tash e 25 vjet. Pak edhe më shumë, por tash e 25 vite jeni ju të njëjtit me përjashtime shumë të vogla. Ndoshta me 1%, 5%, 95% ju jeni të njëjtit njerëz, të njëjtat figura politike. Çka trumbetoni? Populli nuk është naiv, ore. Por ju lini këto pazare, se sot bëhet fjalë për një çështje të madhe. Këtu nuk është fjala vetëm thjesht të flasim shqip, po shqipja është gjuha e një kombi, në këtë rast gjuha e popullit shqiptar në Maqedoni. Dhe ty, nëse të mohohet gjuha, të anashkalohet gjuha, të refuzohet gjuha, të përbuzet gjuha, të nëpërkëmbet gjuha, do të thonë çka? Të nëpërkëmbet automatikisht identiteti yt kombëtar dhe ju politikanë shqiptar që jeni në pushtet momentalisht, për çfarë jeni atje? A pse keni fol ju gjuhën rome, gjuhën turke, gjuhën bosnjake, apo pse keni fol shqip dhe pse flisni shqip? Ju përfaqësoni popullin shqiptar, ashtu thoni, apo? Inshallah edhe ashtu është, vash Zoti që të jetë ashtu, por në qoftë se ju vazhdoni të heshni, edhe në këtë rast, dhe merri vetëm me do prononcime mediatike, në atë portal televiziv, në këtë portal televiziv, kjo vlen edhe për profesorët universitar, shqiptar, të cilë duhet pa tjetër që bashkohen studentëve, edhe atë sa më parë që ju bashkohen, aq më mirë. Sepse ata nuk mbrojnë vetëm një kaos studentore. Ata mbrojnë edhe një kaos kombëtare në fund të fundit. Sepse gjithë ne, shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nëpërmjet shqipes çka? Identifikohemi se jemi shqiptar, ore. Dhe del ai edhe ta mohon shqipen, brohoritën, parolla anti-shqiptare, publikisht. Shikoni atë organizatën Vllazëria Krishtere, Kristiansko bratstvo, si e ka, Kristiansko bratstvo, kështu disi, në mes të manastirit, të qytetit të manastirit, Bitolla. Atje ku është mbajt para 100 viteve Kongresi i Alfabetit Shqip. Qyteti i manastirit, vilajeti i manastirit, ai del dhe çka thot. Ai ekstremisti Maqedonas, ai fashisti. Hajdi, ela. Dojdite, ako imate hrabrost, po të jeni trima, hajdi, se ju presin. Pra, të përfundoj, protestës së studentëve, që ka moto, dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Duhet sa më parë në balë të protestave të dalën liderët e partive politike në Maqedoninë e Veriut, e që janë lider shqiptar, politikan shqiptar, deputet shqiptar, profesor shqiptar, intelektual shqiptar, le t'i lanë konferencat në për media, le t'i lanë artikujt gazetaresk, kur gjë nuk bien ato. Ai qetri andej, ajo pala Maqedona, ai Maqedona si ta ban. Nishto to. O se to nishto. Ne merite gajle. Mos mërziti se këto dëllomotitin pak edhe të shkojnë. Mos e lini kështu punën. Se ju, nëse heshni, do me thonë qka e kam për ju, politikanët, shqiptar në RMV, nëse ju vazhdoni të heshni, dhe nëse ju vazhdoni vetëm disa konferenca të jepni asaj qendre televizive në Shqipëri, asaj qendrës në Kosovë, disa intervista, ju do me thonë e justifikoni, ju e arsjetoni politikën anti-shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo nuk guxon të ndodhë. Prandaj reshtohuni pranë studentëve, me studentët, dilni në balë të protestave të studentëve, sepse fundit atë që ata protestojnë dhe për atë për të cilën ata sot po protestojnë, është kaos e të gjithë neve. Gjuha duhet të gjithë neve të na bashkoj, e jo të na përçaj. Bëri, nuk bëri.
se bëri, se ka mund të bëj, lini këto gjëra. Nuk i silin më dobi askujt, vazhdoni sot, sot vazhdo të punoj si duhet. Dhe sot bashkohuni se vetëm ne me unitet mund atyre që themi stop, po të doni, hajdi, se e nisim, por të dini, ju doni që të filloni këte. Prandaj, protesta le të mos politizohet. Mos e politizoni për çështje partijake politike, për kapital politik. Leni studentët të shprehin mlefin e tyre, paknaqësinë e tyre, por pa politizim. Ashtu sikur se që u deklaruan ata në sheshin në Shkup, se nuk dëshirojnë të hiqen përhunde nga asnjë nga politikanët. Dhe dhash Zoti që të vazhdojnë kështu. Mos e politizoni këtë gjë, por ju, atë që duhet të bani si politikanë shqiptarë, qofshin në pushtet, qofshin në opozit, dilni dhe bashkoheni me studentët, përkrahni ata në mënyrë fizike me prezencën tuaj, jo me mos prezencën tuaj, duke u fshehur në për kabinete partijake, e në për kabinete, kujtë ta di une, komunale, e duke dërguar atë e këte të flasë në emën tuaj, zëdhën si ej, zëdhën si ki, pol paroli ki, jo mër, jo, personalisht ju duhet të prononconi, ju që keni pesh, ju që keni marrë përgjithësi, dilni në balë të studentëve, qëndroni pranë studentëve, sepse kjo është për të mirën e gjithë popullit shqiptar në Maqedoni. Bëhet fjalë për gjuhë, bëhet fjalë për zyrtarizim të gjuhës, që nuk e flasin 20.000, 50.000 njerëz, e flasin mbi 600.000 njerëz në Maqedoni. Dhe të dirësoheni, pra, ashtu të parafrazoj Zotni Izet Mexhiti. Në qoftë se kjo, Zotni Izet Mexhiti është alarm, atëherë është alarmi i fundit. Pajtohem me ju plotësisht, kur thoni se është alarm. Wallahi, atëherë dilni se ende akoma ju keni pesh politike, pa marrë parasysh të kaluame. Lini këto gjëra, sepse asgjë që kaloi nuk kthehet. Por bëhuni më të mirë se që ishi dje, sot. E bëhuni nesër më të mirë se që jeni sot. Dhe përkraheni lëvizjen studentore, protestën studentore, pa hamendje, pa parakushte, pa u përplas me njëri tjetër.